Sot drejtoria e turizmit dhe zhvillimit ekonomik me drejtorin Ramadan Tarashaj si dhe stafi kësaj drejtorie sot përuroi rrugën malore për pjeshk të zhurit. Rrugë e cila sipas drejtorit Tarashaj është një mundësi më e madhe për të ndihmuar turizmin malor, e që në këto anë është një realitet i rrallë i kësaj ane dhe besojmë kur të përfundoj kjo rrugë do të shihet se mrekullitë e kësaj rruge do të arrihen deri tek livadhet e kësaj ane. Kjo rrugë malore është një potencial i madh turistik i cili çon në bjeshkët e Zhurit. Pjesa sipër koshtë e Zhurit lidhet me bjeshkët edhe të Vërmicës edhe pjesën e Opojës nalt. Edhe është kërkesë e hershme e qytetarëve të fshatit që të bëhet edhe këtu në vendet rurale turizmi malor. Vlera kësaj rruge ka plotësinë prej 250.000 euro, kurse banorët e Zhurit falëndërime të shumta adresojnë në adresë të komunës së Prizreni duke theksuar se kjo rrugë është pritur tani e sa kohë. Patjetër që po, sepse është një vend shumë i bukur pjesën sipër atje ku është duke u punuar tani për momentin dhe po besoj që në përfundim të punimeve do t'i shihni edhe vetë se a ja ka vlerë ky investim ajo. Kosto është diku 250.000 euro. Këto projekte janë në shërbim të turizmit malor dhe tashmë ky lloj turizmi gjithnjë më shumë po bëhet atraktiv.